nderuar shikues, mirë se vini në studion e jani me mua Mariana Dodën. Në vijim të edicioneve tona speciale, ku në fokus kemi nismat që vijnë nga Kina dhe ndikimin e tyre global në botë, sot do të flasim për një tjetër nismë të veçantë. Propozimi i Kinës për ndërtimin e një bashkësie ndërkombëtare me të ardhmet të përbashkët për njerëzimin, një vizion i artikuluar nga presidenti i Kinës Xi Jinping. Ky vizion mbështetet një trashëgimi të thellë kulturore dhe filozofike, e cila ka ndikuar në mënyrën se si konceptohet bashkëpunimi dhe bashkëjetesa mes kombeve. Ai pasqyron vlera që theksojnë harmoninë, respektin ndaj diversitetit, drejtësinë dhe përparimin e përbashkët, duke e parë botën si një hapësirë ku interesat e përbashkëta janë të ndërlidhura. Por të diskutuar këtë temë, në studio kemi të ftuar profesor Dr. Gjergji Sinani, pedagog i filozofisë, i cili do të ndaj analizën e tij mbi këtë vizion dhe rëndësinë e tij në kontekstin ndërkombëtar. Profesor Sinani, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Në fakt po ju nis një pyetje të drejtë për drejtë sa i përket kësaj nisme që ka një rëndësi të rëndësishme, të paktën siç është artikuluar që në krye të herës në prezantimin e saj. Si do ta përshkruajt thelbin e vizionit të një bashkësie ndërkombëtare me të ardhmet të përbashkët për njerëzimin? Në radhë të parë, kur diskutojmë për gjëra të tilla, natyrisht duhet të kemi parasysh edhe këndvështrimi filozofik. Në filozofinë perëndimore, për të gjykuar për një evolucion caktuar historik, ajo gjykohet në 3 akse kryesore, në raportin me njeriu, me kohën dhe me vlerat. Dhe një parim të çmuar metodologjik ne e gjejmë tek filozofi gjerman Wilhelm Dilthey, i cili ka një kontribut të rëndësishëm në filozofinë e historisë dhe ka një tezë të jashtëzakonshme kur flet për historinë dhe për shkencat shoqërore në përgjithësi, se cili duhet të jetë parimi metodologjik. Në histori, po t'i kthehemi rastit tonë, nuk ka dhe aq rëndësi shpjegimi. Shpjegimi është pjesë përbërëse e çdo lloji shkence, por në histori rëndësi ka që të kuptohet e kaluara, dhe jo thjesht të shpjegohet e kaluara. Dhe që të kuptojmë pyetja që ju shtruat për këtë orientim të politikës kineze, duhet shikojmë edhe pikërisht këto 3 akse kryesore që përbëjnë edhe kulturën bazë, ose atë që Montesquieu e shpreh me një frazë shumë të bukur, shpirtin e kombeve. Nga se karakterizohet shpirti i këtyre kombeve? Sigurisht unë do të ndalem çik tek filozofia, sepse filozofia nuk niset nga paragjykime, po përpiqet kuptoj fenomenet shoqërore. Dhe unë po ju lexoj një gjë shumë interesante nga Hegeli. Hegeli ka në veprat e tij të fundit, përveç atyre të mëdhave, janë 3 vepra të rëndësishme, që është filozofia e historisë, filozofia e fesë dhe filozofia së drejtës. Leksione mbi filozofinë e historisë, ai ndalet të gjithë qytetërimë dhe ja çfarë thot për Kinën. Po dëgjoj me vëmendje. Historia, thot Hegeli, duhet të filloj nga perandoria kineze, sepse është më e vjetra dhe që shkon shumë larg në historinë, dhe sigurisht parimi i saj është ai një substancialiteti që është për këtë perandori më e vjetra, por edhe më e reja. Dhe sigurisht ai ndalet gjëre gjatë në këtë, dhe pyetja që shtrohet është se çfarë mund të mësojë njerëzimi nga filozofia kineze. Dhe ky interesim është i hershëm, që jo thjesht Marco Polo se ai njihet më shumë, por edhe më herë, dhe pastaj kemi interesin e jezuitëve, Mario Ricci, i cili krijoi komunitetin e parë të krishterë në Kinë, dhe që ka një vend të merituar në histori kineze, sepse u përpoq të kuptonte pikërisht këtë shpirt. Dhe ky shpirt i një kombi
ku do ta gjejmë? Do ta gjejmë tek filozofia, do ta gjejmë tek letërsia, do ta gjejmë tek e drejta, do ta gjejmë tek kultura që ka prodhuar dhe në mënyrë të veçantë do ta gjejmë atë tek filozofia e Konfucit. Dhe jo rastësisht Volteri ka 2-3 kapituj për Kinën dhe ai në fakt e glorifikon tej mase qytetërimin kines, sepse do që t'ja kundërvërti intolerancës që kishte në atë kohë në Europë e tjera, dhe thot që në një kohë që ne Europianët jetonim në pyjet e Ardeneve, kinezët kishin gazetën e tyre. Pra, dua të theksoj se kjo filozofi ka shoqëruar zhvillimin ose formësimin e këtij shpirti, e cila sot gjen edhe një reflektim në synimet globale, të cilat gjenden të shprehura fare mirë në atë programin e OKB-s për zhvillimin e qëndrueshëm deri në viteve 2030, ku Kina ka një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim. Dhe për të konkretizuar këtë lloj filozofi, unë do ju sjell 2 gjëra interesante që thot Konfuci. Thot, mençuria konsiston në njohjen e njerëzve, virtyti konsiston në të dashurit e tyre. Dhe për më tepër, ai u ka lënë dhe një porosi shumë interesante kinezëve, kur thot, nëse kombet e huaja janë të pakënaqura nga ju duhet të kultivoni virtytet qytetare dhe civile. Dhe në këtë kontekst të përgjithshëm, ne duhet edhe ta shikojmë pikërisht këtë propozim, sepse në vitin 1187 u zbuluar në Kinë disa artefakte që shtregonin edhe për kulturën greke dhe për kulturën muslimane. Pra bota. Sigurisht lëvizjet globale kanë ekzistuar edhe përpara. Kjo lidhje sotme që e bën të mundur teknologjia, po ja që njerëzimi ka komunikuar me njëri tjetrin. Dhe pikërisht është në rrugën e këtyre karvaneve, këtyre lëvizjeve ku njerëzit, si thuash, duke ndaluar në hijen ose në anet të ndryshme, kanë përcjellur jo vetëm mallra, absolutisht, por kanë përcjellur edhe ide, kanë përcjellur edhe kultura të ndryshme. Dhe nuk është e rastësishme që në shekullin e 5 para erës sonë kemi 2 figura të rëndësishme të historisë së mendimit botror që kanë një vend të veçantë. Karl Jaspersin e quan këtë periudhë si një periudhë boshtore të qytetërimit, sepse kemi Konfucin këtu në Kinë, në lindje, dhe në Greqinë antike kemi Sokratin që lindi 10 vjet pas vdekjes Konfucit. Dhe që të dyja këto filozofi shprehin të njëjtin shqetësim në lidhje me thelbin e natyrës njerëzore, dhe jo rastësisht e vull theksin tek aspektet morale të njeriut. Pra tek vlerat që ai duhet vëj, dhe edhe Platoni e profilizoi Sokratin, po çuditërisht edhe Konfuci, por dhe Platoni përmes Sokratit e shkruan filozofinë e tyre për t'ju folur drejtuesve të kombeve. Dhe nëse ata nuk karakterizoheshin nga virtyti, atëherë popujt do ndodheshin në vështirësi. Edhe Konfuci e shkroi për drejtuesit filozofinë e tij, me qëllim që ata të karakterizoheshin pikërisht nga virtyti në drejtim. Nëse me lejoni, kur flasim shpeshherë për, dhe kthehemi pas në kohë, flasim për filozofi dhe histori, mbetet gjithmonë në kuadrin e të shkuarës dhe asaj që është e archivuar tashmë. Megjithatë, sigurisht ju e theksuar shumë mirë që kjo është një bazë thelbësore për mënyrën se si janë drejtuar kombet dhe njerëzimi në atë kohë. Megjithatë, ky vizion shpesh krahasohet dhe me modelet tradicionale të qeverisjes globale dhe le themi cilat janë dallimet kryesore dhe avantazhet që Kina propozon nëpërmjet kësaj nisme, kur flasim sigurisht për një nismen për bashkësinë ndërkombëtare, me të ardhmen të përbashkët për njerëzimin. Po tashmë
Problemet dhe shqetësimet janë bërë globale. Tashmë nuk janë shqetësimet rajonale ose të vogla që lidhen me synimet ose kapriçot e princave të veçantë. Sot tashmë shqetësimet janë të gjithë llojit njerëzor, të gjithë njerëzimit, pra që kanë të bëjnë me mirëqërjen, që kanë të bëjnë me inovacionin, që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit. Sot këto probleme janë bërë globale dhe jo rastësisht në rrafshin teorik dhe në rrafshin e ngushtë juridik flitet edhe për krijimin e një të drejtë ndërkombëtare për sa i takon ambientit. Pse? Sepse këto probleme tashmë cënojnë ose prekin të gjithë njerëzimin dhe nuk është se prekin një rajon të veçantë. Të caktuar. Dhe kjo iniciativë është në funksion të këtij shpirtit ose kësaj filozofie, të cilët kinezëve kanë treguar që s'kanë pretenduar për hegemonizëm në historinë e tyre, por kanë dashur pikërisht të përçojnë këtë sistem vlerash që ata mendojnë që i përgjigjet më të mirë kushteve të tyre. Dhe jo rastësisht, thelbi i filozofisë kineze ka të bëjë me rendin, ka të bëjë me virtytin dhe ka të bëjë me harmoninë. Filozofia perëndimore ka karakterizohet më tepër nga kontradikta, pra teza, antiteza dhe sinteza për të kapërcyer, tërsa këtu kemi një mendësi tjetër, prandaj dhe sot studiuesit serioz, kur bëjnë thirrje që para se sa ndërmarrin politika të caktuara, duhet të njohin pikërisht shpirtin e kombeve me të cilët ata kanë të bëjnë, sepse shpesh diletantizmi është, sidomos në kushtet aktuale, bëhet tepër i dëmshëm dhe prek edhe tërë njerëzimin, nuk prek vetëm rajonet të veçanta. Një iniciativë tjetër që është më e kahershme, siç është Brez dhe Rrugë, shpesh përmendet edhe si një mjet kryesor i zhvillimit brenda këtij vizioni, duke qenë se dhe Shqipëria në fakt është pjesë e kësaj iniciative Brez dhe Rrugë. Si kontribuon ajo konkretisht në ndërtimin e kësaj bashkësie ndërkombëtare, ose të paktën cilat do të kishin qenë ato mundësi që edhe Shqipëria mund të përfitonte në sajt e kësaj nisme? Siç e theksova përpara rrugës së Mëndafshin ka ekzistuar rruga e Gjades, është një lloj guri të çmuar, 7.000 vjet para Krishtit. Kështu që nëse në atë kohë to komunikime i shërbenin njohjes së njëri tjetrit dhe të njëjtën kohë ndërtimit të bashkësive të caktuara, tashmë në këtë kohë kjo iniciativë e bërë më se të nevojshme që jo vetëm të shkëmbehen mallrat, por këtu të shkëmbehet edhe një vlerat të caktuara dhe kjo është më e rëndësishme, sepse sot për fat keq nuk flitet për vlerat dhe merkantilizmi dhe fryma e afarizmit bëjnë që shumë fenomene të reduktohen thjesht në konceptin e përfitimit. Por siç ka palajmëruar Tocqueville tek vepra e tij e famshme Demokracia në Amerikë, nëse njerëzimi do të frymëzohet vetëm nga shpirti i përfitimit, shoqëritë do ndeshen me probleme të mëdha në të ardhmen. Pra ka dhe disa vlera të larta për cilat duhet punoj gjithë komuniteti ndërkombëtar dhe jo thjesht kombe ose individ të caktuar. Pra aktualisht ndërsa informacioni është më i shpejtë dhe jetojmë në kohë globale, digjitale, duket që i kemi humbur këto vlera thelbësore, kulturore që dikur i shkëmbenim edhe në të rrugët e gjata, siç ishte ajo e Mëndafshit. Po e parashikuar kjo, si ju përmend Tocqueville, ai thotë që edhe demokracia ka nevojë për moralizim. Sepse ajo i detyron njerëzit që të mos, e thot në mënyrë figurative, stili i tij është shumë i bukur, i detyron njerëzit që të mos i marrin syt vetëm nga toka, po të shikojnë edhe nga qielli. Pra ka edhe disa vlera të larta, jo thjesht komoditeti personal ose si të vendos sa më shumë pasuri. Montesquieu ka një vepër mbi shkaqjet e madhështisë dhe rënies së Romës,
Dhe një nga arsyet pse ajo ra, si thot Montesquieu, është prirja drejt luksit dhe korrupsionit që çojnë në rënien e gjithë këtyre dinastive. Dhe prandaj duhet që kjo iniciativë që për mendimin tim është një gjë e mirë për që popujt të jojnë njëri tjetrin, por edhe mirëqenia materiale të ngritet, se nuk është mëkat që njeri të ftoj për mirëqenie materiale, por kjo duhet shoqërohet gjithmonë edhe me disa vlera të cilat për fat të keq po harrohen dhe që mund të ketë pasoja. Në qartë. Si mundet që ky vizion i bashkësisë ndërkombëtare me të ardhmet të përbashkët për njerëzimin të adresojë sfida globale, pra të ketë impaktin dhe rëndësinë globale? Pra flasim për ndryshimet klimatike, për babarizitë shoqërore, janë pjesë dhe element që prekin njerëzimin drejt për drejt. Kjo pyetje juaja më vën në rolin e profetit, që thua që mund të parashikoj si gjë që është një detyrë e vështirë, por analiza jonë mbështetet pikërisht në këto paradigma që u theksova në fillim, dhe duke njohur pikërisht të kaluara që unë përmenda, kjo duhet shërbej, si shtohet në filozofinë e historisë, për njohjen më të mirë të vetes sonë. Zakonisht reduktohet për mos bërë gabime e tjera. Por këto duhet i shërbej njohjes së vetes sonë, sepse përmes këtyre shqetësimeve, luftrave, problemeve, njerëzimi është ngritur, si thot Kanti, gradualisht drejt formimit të një të drejtë ndërkombëtare. Dhe në qoftë se njerëzimi arriti që të formosonte një të drejtë ndërkombëtare me qëllim që njerëzit ose kombet mos shkyen në njëri tjetrin, tashmë është koha që qeveritë e përgjegjshme duhet të mendojnë pikërisht se si të parandalojnë që konfliktet të cilat janë të pashmangshme, dhe shoqëria pa konflikte do të thotë që s'ka zhvillim, do të thotë që konfliktet mos shkojnë në përplasje të cilat i vën kombet në rrezik përballë njëri tjetrit dhe rrezikojnë ekzistencën, sepse sot teknologjia ka bërë të mundur edhe prodhimin e armëve të cilat kanë pasoja katastrofike dhe nuk janë si shigjetat apo harqet që dikur Mongolia fitoi përmes një harku të lakuar kështu. Tashmë shumë dhe më sofistikuar. Sot as janë më harqet e lakuara, por sot janë armët bërthamore. Kështu që kjo iniciativë duhet përkrahur me qëllim që t'jenë përfitues të gjithë kombën në këtë zhvillim dhe në inovacion. Jo thjesht dikush të përfitojnë, por të gjithë t'jenë me qëllim që të dalin nga varfëria ato vende, prandaj dhe pjesëmarrja e Kinës në programin e OKB-s, qëllimi për zhvillim të ndryshëm 2030, synon pikërisht për të nxjerrë vendet nga rreth parë nga varfëria. Dhe pastaj që ata të jenë përfitues të inovacionit. Profesor, kam dhe një pyetje të fundit. Si e shihni rolin e Kinës në formësimin e një arkitekture të re ndërkombëtare të marrëdhënieve të bazuara pikërisht në këtë vizion të saj? Sigurisht kjo është një iniciativë për të përshëndetur. Dëgjoni, ka qenë një kohë kur Montesquieu dhe Voltaire kanë një kritik shumë interesante për sa i përket teorisë e ekuilibrit të fuqive. Dhe ata mendonin që kjo ishte një rrezik për historinë botërore se çonte në luftra. Prandaj edhe sot po përpiqen përpunohen doktrina të cilat të mos shojnë në këtë përplasje që quhet sot përplasje e qytetërimeve. Unë po ju sjell një libër që është ka ca kohë, po që ka bërë buj, i një autori profesor në Harvard, Fati për luftën, Destined for War, i cili analizon rivalitetin ndërmjet Shtetit Bashkuara dhe Kinës.
dhe aty ai përdor konceptin kurthi Tukididit. Tukididi, që flet për luftën e Peloponezit, ka një ide të jashtëzakonshme aty, dhe që ai niset nga kjo ide dhe thot, kur një fuqi është dominuese dhe një tjetër është në ngritje, historia e njerëzimit ka treguar që ato kanë shkuar në luftë. Dhe ai analizon 16 raste në historinë e njerëzimit, mos po ndalen ashtu, ku 14 prej cilave kanë shkuar në luftë. Pra shanset janë pak për të ndodhe kundërta. Nuk kanë shkuar në luftë dhe ai i bën thirrje pikërisht për përgjegjësisë së drejtuesve me qëllim që këto rivalitete të mos çojnë, siç na thot Tukididi, në përplasje, sepse nga kjo nuk përfitojnë në atë kohë, as Athina, as Sparta. E solla këtë shembull për treguar që kjo filozofi që unë theksova dhe kultura është ajo që duhet t'i afroj popujt dhe jo thjesht interesat egoiste, sepse nga egoizmi dhe shpirti i përfitimit nuk ka përfituar asnjë dinasti dhe asnjë epokë e caktuar. Është vërtet, ju në fakt e prekët që në krye të herës rëndësinë e këtyre konflikteve apo situatave të ndryshme globale që tashmë nuk janë vetëm lokale, nuk janë vetëm rajonale, por kanë një impakt të menjëhershëm global. Kështu që sot më shumë se kurrë një shqetësim që ndodh në një pikë të caktuar të globit na duhet të na shqetësojë dhe ne. Ndaj dhe nisma dhe vizionet e tilla kur bëhet fjalë mbi gjitha për njerëzimin dhe për fatet tona të përbashkëta, që se jetojmë në të njëjtin planet, sigurisht ne duhet të na shqetësojë dhe të na japë më shumë lëvizje që të bëjmë më të mirën tonë. Paktën flasim këtu për ata që janë në krye të qeverive të caktuara nëpër botë. Profesor, ishte shumë kënaqësi që ju kishte në studi dhe shumë faleminderit që sollet këndvështrimin tuaj mbi gjitha me pikpamje filozofike dhe historike, sepse shpesh herë e harrojmë të shkuarën tonë duke jetuar vetëm në të tashmen. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Të nderuar shikues, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë episod special të këtyre edicioneve. Bashkë shihemi në edicionin e radhës.